Pas denoncimit të parë për një rast të dyshim të blerjes së votave në fshatin Podgorije të Korçës, vetëm 3 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, qytetari që bëri publik ngjarjen ka sjellë një video të re në redaksin ton që e bën edhe më serioze situatën. Në videon e dytë shihet një i ri, antar i familjes që pretendohet të vizituar mbrëmjen e dieshme nga kandidati i Partisë Socialiste për deputet Arjan Jaullari, së bashku me disa persona të tjerë. E sa i kështë edhe 150.000? 100, jo 150. 100 i kështë edhe në 150 do të sjeli? Jo, bëjnë 100.000 të qapta kur vitashim nga të dhita parë do votimet, do vitonë. I riu pranon para kamerës se kandidati i Partisë Socialiste i ka premtuar mamas së tij 100.000 lekë të vjetra, të cilat sipas tij do t'ia jepte më 10 maj, vetëm një ditë përpara votimeve. Qytetari që ka bërë denoncimin shton se kandidati ndodhej në banesën e kësaj familjeje rreth orës 20:40 minuta të mbrëmjes, një orar mjaft i pazakontë për takime elektorale në një fshat që ndodhet 30 kilometra larg qytetit të Korçës. Ky deklarim i drejt për drejt i regjistruar në video përbën një indikacion serioz për një rast të mundshëm të blerjes së votës, një veprim i ndaluar rrektësisht me ligj dhe që cënon rënd integritetin e procesit zgjedhor. Redaksia jon i bën thirrje organeve kompetente, në veçanti KQZ-s dhe SPAK, që të nisin me një herë hetimet për këtë rast dhe të marrin masat e duhura ligjore. Këtë pamje përbën një bazë të mjaftueshme për nisjen e një procedimi zyrtar dhe për verifikimin e pretendimeve të ngritura. Redaksia jon do të vijojë të ndjek nga afër këtë çështje dhe të publikojë çdo zhvillim të ri që lidhet me këtë rast.